Zonja Petova, jeni sot këtu në Lushi për t'i dhënë eksperiencën e duhur personave që janë duke aplikuar për patent? Jo, neve sot jemi me nxënësit e shkollave të mesme të qytetit dhe bëjmë një sensibilizim për dhënien e ndihmës së parë në rast aksidenti. Dhe duke qenë se kemi edhe kursant për patent, neve e kemi bërë këtë opshe. I kemi zgjeruar dhe i kemi bërë bashkë. Këtë neve e bëjmë për të sensibilizuar njerëzit dhe të gjithë popullatën që të kenë një urit fillestare për dhënien e ndihmës së parë, që është shumë e rëndësishme për çdo person që mund të ketë ndonjë aksident, që mund të ketë ndonjë rënje të fikti ose çfarëdo tjetër që mund të na ndodhi në jetën e përditshme. Kursantët janë ndoshta të patrajnuar, por nxënësit e shkollave të mesme janë pjesë e përhershme e kryqit kuq? Po, nxënësit e shkollave të mesme janë pjesë e përhershme, por gjithmonë ajo është si një varg, sepse vinë nxënësit gjithmonë trajnohen aty çdo vit, pastaj ikin, vinë të rinj, edhe ajo ngelet si një stabël. Edhe janë të trajnuar, por edhe këta sot kursantët e kanë ditën e dytë dhe marrin trajnimin minimal të nevojshëm që duhet, sepse ata marrin dhe një dëshmi për këtë. Po, faleminderit dhe ju. Okay. Po pse mos i materiale,